Sot është dita më e rëndësishme e demokracisë, sepse populli i Kosovës voton. Unë uroj që këto zgjedhje parlamentare të shkojnë pas një problem, të jenë të organizuara në mënyrën më të mirë të mundshme, pa ndonjë ekces, në mënyrë paqësore e të qetë. Vetëm kështu e tregojmë pjekurinë tonë edhe si popull, edhe si shoqëri. Uroj që të fitoj më i miri, ai që kanë qëndruar më së afërti me interesat e qytetarëve të Republikës Kosovës. Tashmë po bën 2 dekada, më shumë se 2 dekada që Kosova po e tregon pjekurinë e vet në ndërtimin dhe konsolidimin e demokracisë. Dëshiroj që gjithçka sot të shkojë mirë dhe i ftoj të gjithë qytetarët e Republikës Kosovës që ta shfrytëzojnë të drejtën e tyre të votës.